Mungesa e këtij minerali shkakton depresion dhe lodhje kronike. Sipas studimeve të bëra kohët e fundit, rezulton që rreth gjysma e popullsisë kanë rezultuar në mungesë të magnezit në trup. Magnezi ka një rëndësi shumë të madhe në trup sepse është përgjegjës për rreth 300 procese metabolike të organizmit. Doza e rekomanduar magnezi ditor është nga 500 deri në 1000 mg. Shenjat e zakonshme paralajmëruese të mungesës së magnezit janë: sëmundje të zemrës, nervozizëm, probleme me lëkurën e fytyrës, osteoporozë, pagjumësi, mpiksje gjaku, nivele të paqëndrueshme të sheqerit në gjak, lodhje kronike, dhimbje koke dhe gjymtyrës, ankth dhe depresion. Për më tepër, mungesa e magnezit është e lidhur me sëmundje të tjera kronike si sindroma metabolike dhe diabeti tipi 2. Në rast të pagjumësisë dhe mungesës së këtij minerali, trupi liron më shpejt insulinë dhe kështu glukoza shkakton edhe inflamacione. Prandaj është e rëndësishme të kryeni edhe konsultat e duhura me mjekun përkatës.